një rrëfim që sfidon urrëtitjen dhe I jep vend dashurisë. Në një nga fshatrat e qetë të Fierit, atje ku rrugicat janë të ngushta dhe zërat përhapen më shpejt se era, jetonte një vajzë e re me emrin Arlinda. Ajo ishte martuar prej vetëm një viti me djalin e një familje tradicionale, një djalë I mirë, punëtor, por që për shkak të vështirësive ekonomike kishte shkuar në emigrim. Arlinda jetonte vetëm me vjerën, zni Selfi, një grua e fortë, e rritur me rregulla të ashpra dhe paragjykime të thella. Tensioni mes tyre ishte thuajse I përditshëm, një luftë e heshtur në fillim që më pas kthehej në komente, për çmime dhe ndonjëherë edhe fjalë të rënda. Në fshat të gjithë e dinin, Selfia nuk e kishte pranuar kur nusen e djalit të saj. Kishte raste që e poshtronte publikisht. Në një nga ato mbledhjet familjare ku njerëzit mblidheshin rreth një darke tradicionale, ajo e kishte fyer Arlindën para të gjithëve duke thënë me ironi: "Ushqimi është si për të sëmurët, por ndoshta edhe për atë nuk I bie më mirë." Njerëzit kishin heshtur, ndoshta për respekt, ndoshta sepse nuk donin të përziheshin. Arlinda kishte ullur kokën, por në sytë e saj fshihej një dhimbje që fjalët nuk mund ta përshkruanin. Disa muaj më vonë, në një mëngjes të zakonshëm, Selfia u rrëzua në oborin e shtëpisë. Arlinda thiri menjëherë ambulancën. Mjekët zbuluan se ajo kishte komplikacione të rënda në veshka, njëra prej tyre nuk funksiononte më dhe tjetra ishte në gjendje kritike. Pa një transplant, jeta e saj ishte në rrezik. Kërkimi për një donator ishte thuajse I pamundur. Koha nuk premtonte dhe të afërmit për arsye të ndryshme nuk mund të ndihmonin. Askush nuk e dinte që ndërkohë Arlinda në heshtje dhe pa e treguar askujt ishte testuar për pajtueshmëri. Kur analizat dolën pozitive, vendimi I saj ishte I menjëhershëm. Ajo do të duronte veshkën. Asnjë nga komshinjt, as vjera vet, nuk mund ta imagjinonte një akt të tillë nga një nuse që ishte ofenduar, fyer dhe përçmuar. Por Arlinda nuk kërkonte hakmarrje, as nuk mbante mëri. Ajo besonte se njerëzit ndryshojnë jo kur I ndëshkon, por kur I fal. Operacioni kaloi me sukses. Selfia u zgjua disa ditë më vonë, në një dhomë spitali, ende e paqartë për gjithçka që kishte ndodhur. Doktori, me një buzëqeshje të lehtë, I tregoi: "Tani jeni mirë. Veshka që keni është dhuruar nga një person që ju do më shumë se sa mendonit." Kur më në fund e mori vesh se kush ishte shpëtimtarja e saj, Selfia nisi të qante me ngashërim. Ju duke pabesueshme. Për herë të parë, Selfia ull pranë Arlindës dhe e mori për dorë. "Më fal," I tha ajo me zë të ngjyrë. "Nuk e kam merituar këtë, por ti ma dhe pa kërkuar asgjë në këmbim." Arlinda buzëqeshi, e lodhur por e qetë, dhe ju përgjigj: "Nuk është çështje merite, është çështje zemre." Këto fjalë e thyen akullin e vjetër mes tyre dhe vendosën themelët për një marrëdhënie të re, këtë herë të ndërtuar mbi respektin dhe mirëkuptimin. Pas kësaj ngjarje, lidhja mes tyre ndryshoi rrënjësisht. Selfia filloi ta shihte Arlindën si një vajzë të saj. Në fshat, kjo histori u përhap me shpejtësi dhe shumë njerëz u tronditën nga bujaria e nuses. Ajo nuk kërkoi as falënderime, as vlerësime, thjesht bëri atë që ndjente. Por njerëzit ndryshuan qëndrim. Tani kur ajo të stej në rrugë I buzëqeshnin, e përshëndesnin me respekt. U kthye nga nusja e nënçmuar në gruaja që shëroi jo vetëm trupin, por edhe shpirtin e vjerës. Ngjarja lë një shije të ëmbël mes dhimbjes, një mësim se edhe në marrëdhëniet më të vështira ndonjëherë dashuria dhe sakrifica mund të bëjnë mrekulli. Jo çdo histori mes nuses dhe vjerës është konflikt, por kjo tregon se edhe kur nis keq, mund të përfundojë bukur, nëse ka një zemër të madhe që është gati të fal. Po ju, çfarë mendoni për raportet mes nuseve dhe vjerëve në Shqipëri? Janë ende të mbushura me paragjykime apo koha po I zbut gjërat? Janë vjerat ende të repta dhe kontrolluese apo nuset moderne nuk duan të pranojnë rregullat e shtëpisë së re? Ndoshta e vërteta është diku në mes, por një gjë është e sigurt. Dashuria e vërtet nuk njeh status, nuk njeh moshë dhe nuk ka nevojë për arsye.